A me njerë atëherë e marri plisin edhe e vunë në kokun e. Po, me njerë në kokë i qesi plisin. Se zdi si të skjeroj në shpirt i kam unë plisin. Dhe me thonë ty të flanë në shpirt kjo punë. Kjo plisi, për plisin unë rinin teme kam harxuar. Kur që tjetër, asë një punë, kur që tjetër s'kam dash të mendoj bile asë, veç për plisin. Ka jetë peng në isën njetë për i të kalumës, për shamu, a ki pas merak diçka tjetër, apo vetëm këtë punë ki pas merak? Shkoni, pasi që bashkëshortin kam pas me këtë zeje, që është edhe inxhinier për ndryshe, veç edhe ai është drejtu, kalon asi shkollën, është drejtu në këtë drejtim me prodhimin e plisit. Do me thonë, kjo po të regon që jemi fanatik boll. Atëherë, unë familjarisht me punu një punë është një knaqësi shumë e madhe. Zdi që s'kjaroj ma tepër që me të vërtet fëmit i kam gatë këtu, gatë meje. Knaqësia ma e madhe. Ma e madhe zdi qka është. A dojmë pushojmë pakës, a dojmë pim një kafe bashk, a dojmë që shka ndalë plisat, gjitha na analizojmë brenda, do me thënë, me familjen time. Ma heret e ceki që ki pas punë shumë, edhe a ka pas rast që i duf për me zgjeru stafin? Qërë, unë kam firmën teme. Firma eme është Esfolli. Vetë Ergyle Gjurgjalo që e mban këtë firmë. Unë kam 4 punëtorë. Tash po mendova për si vjetë edhe një punëtore me marë. Zakonisht me grama tepër punoj. Po. Ama të shpëshhihet situata jo e mirë. Kur s'po mundem une me gjithë ato protestat ishin në Shqipëri të ashti. Asë një plis original s'ka pas në kryet askujt. Forma e atyne plisave falso është si formë piramide. Nuk është plisi i bukur si i joni që shkëlqen. Me të vërtet shkëlqen. Sepse plisi jon është e artë dhe gjerdani i nderit dhe kënaqësisë shqiptarëve. Dhe me thonë, plisi jon simbolizon shumë. Tepër. Që shumë dive ti kur e pova atë proteste dhe asë një plis nuk ke prej shqiptarëve. Unë jo që në protesta që shumë ndjeva. Unë ndjeva shumë keq para një vite apo 2 vite kur ka qenë loja në Shqipëri. Kur kam vendosur në stadion, në për karikat në qoshet karikave, plisat kineze. Atëherë unë e qajta. Nesërmen, televizioni Shqipëris ka marrë, live kemi qenë bashkë me bashkëshortin, që kanë marrë si u ndjeva Ergyle me plisat falso që ishin në stadion. Veç një lojtar që ka mbajt asi plisin pas lojës, ka qenë plision original, vetëm oj, a i ka qenë, e tjerët krejt kanë qenë me asi këto plisat falso, unë po them, falso. Mirë po edhe Shqipëria, edhe Kosova, duhemi me ndërprekt, nëse nuk ndërprekt, edhe kjo është duket. Marim prej dorës. Na tu me ndu të ashtje, se për ndryshe jam edhe antare për UNESCO plisin mi qu. Na tu me ndu që me shkuma për para, mi mbrojt simbolet tona, na ta ashti po i shdukim gjitha këto. E pse po i bëjmë? Kur çmimet janë të njëjta, sa pun ka plisi, o unë e kisha me qenë sot milionera o kërkush tjetër sa punojmë. Po barazohemi, do me thonë, me plisin falso edhe me këtë bukurin tonë që i kemi. Qëfar fjale i kisha thonë popullit tonë? Një këshill që ja kisha thonë popullit tonë që e thot Ergylja? Po Ergylja thot, kër i merë një në dorë plisin, plisi jonë e artë, e argjent, gjerdani jonë, mundë me thanë, simboli jonë, kërcet prej dorës. Nuk rrullet kjo, jo. Plisi falso rrullet me njerë. Bëhat, shtangë bëhat. Me një shkreps, digjet, shkryhet. Plisi jonë nuk digjet, flakën nuk i merë. Kur? A i bëhat në fund, bëhat si veç një pikin ngell. Atëherë, plisin tonë duhemi t'i rrujmë si sytë e ballit.
Ergylje, na të falenderojmë përzemërsisht që ti ndove kohë me neve dhe shpresoj shumë që ka me u rrit interesimi për plisat edhe mos me u harru asnjëherë traditat tona dhe të falenderoj përzemërsisht që ndove kohë me neve. Faleminderit edhe nga ana e juaj që ishit këtu dhe jeni gjithmonë të mirë se ardhun, mirë po një dorë, ta dini edhe ato nuk banë shumë shurë.